Ama ai ka gju prej publiku, dhe më thonë nuk kanë skenë. Kemi edhe njerëz që kanë pësu ose kanë përjetu, kanë vdek prej sulmit të fansave. Antigon mu vetëm ka ndodhë, për shembull kom knu me një dasëm, edhe ka pas rast kur dikush më ka najt qëto. Prej momenti kur kom fillu, deri e kom kry qëto më ka najt. A ka pengu? Muj me thonë se po. Mirë po, punën ta me kom kry mënyrën më të mirë të moshme. Më ka pengu që kam dikon qëto, mirë po nuk jam defokusu pse kam dikon qëto. Jo mënu me kry mënyrën më të mirë të moshme. Prej vipave, me thonë vipa, tash na tonë të famshmit, hajde po thonë pitë famshmve. Njerëz me ndikim. Njerëz me ndikim. Influencera, tiktokera, sot ka gjithçka. Apo mendoni që njerëzit të cilët janë të famshëm sot në këtë shekull, sepse kemi lloj-lloj famësh, ndryshe do këtë ftyra, se ka nisë me më rajt pasyra. Atëherë, a mendon Violet që jemi shembull i mirë? A janë në fakt vipat kosovarë shembull i mirë për rinin? Unë e mendoj për mendimin tim jo. Pse? Nuk e di. Unë mendoj që është pak e tepërt. Edhe janë të jap shumë shembull të keq për rinin, për shkak që po mendon që është mirë. Po. Një 16 ose 17 vjeçore, edhe po bën çmos për me boll çatsan, për mu duk mirë edhe me rënë sy. Po mendon që ka njerëz që bëhen të famshëm vetëm për me rënë sy? Unë mendoj që po. Përmes TikTokut, Instagramit apo përmes televizionit? Përmes TikTokit më shumë edhe përmes televizionit. Po tanë? Mendoj që ka shembull edhe të mirë, ka shembull edhe të keq. Varet tash te ose publiku varet këndon me ndjek. Ose çfarë shembulli dën me marr prej dikujt. Po sigurisht gjithkush që ka famë e jep një mesazh. Është një shembull për dikon. Se jo veç hajt e ndjekun njerëzit dikon të famshëm. Unë shpesh një thonë, për shembull në Kosovë thonë, krejt po knojnë. Krejt Kosova janë bë këngëtar. Pse mos më bë? Shembull. Kur shkonin market, hinin market, a doni me pas pak produkte, a shumë produkte? Shumë produkte. Edhe në muzikë është kjo, edhe në krejt sferat është kjo. Edhe në muzikë, ki shumë produkte. Do më thonë, shumë mirë që ka shumë produkte. E ti vendos që ka po dënë me ngu. Kur ki zgjedhe shumë, e zgjedhe ma të miren. Ose ma të miren për shijen tone. Edhe besoj që kjo du të me ka në kritë fushat. Pse jo, pse mos me provua ka shumë njerë që kanë shumë talent, edhe nuk ju ka jap një mundësi. Këto do e më thonë talenti, respekt për talentin, se talenti vetë delën si përfaqe, po ka shumë këngëtarë që nuk di me kënu. Po, tani është tjetra, ka dhe shembuj të këqi, për shembull ka njerëz që po përmend TikTokun, ka njerëz që sot TikTok nuk di që ka përfatsojnë ose çfarë shembull i japin. Në shumicën e rasteve TikTok ki shamje, ki degenerim, e tani këto gjona do të mi dallu.